Ministria e Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë së Ministrisë së Mbrojtjes certifikuan 77 oficerë të rinj sigurie që do të shërbejnë në institucionet e arsimit parauniversitar. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast, Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manasirliu është shprehur se këta oficerë do të shërbejnë në institucionet arsimore duke garantuar më shumë siguri për nxënësit. Ajo që jemi duke bërë përgjatë gjithë punës sonë është fuqizimi i mekanizmave të parandalimit ndaj çdo forme të dhunës, ndaj bullizmit apo fenomeneve që ndikojnë negativisht në mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijëve tanë. Kemi mundësuar që në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, me Akademinë e Sigurisë, ne të nisim thirrjen e radhës për oficerët e sigurisë në shkolla, ku tashmë jemi në momentin ku certifikojmë 77 oficerë të sigurisë. Gjatë muajit qershor do të hapim një cikël të dytë të certifikimit nga Akademia e Sigurisë. Ministra deklaroi se numri i oficerëve të sigurisë do të rritet, duke përfshirë për herë të parë edhe arsimin profesional. Përmes vendimit të fundit të qeverisë, që ne kemi miratuar, kemi hapur rrugën rritjes së numrit të oficerëve të sigurisë në shkolla, duke vendosur që në shkollat të cilat kanë një numër më shumë se 900 nxënësish të kemi 2 oficerë të sigurisë dhe në shkollat me të paktën 350 nxënës të kemi 1 oficer të sigurisë në shkollë. Ky raport përmirësohet, pra numër nxënësish për dhe oficerë të sigurisë për shkollë dhe na siguron ne që nga një nivel i numrit të oficerëve të sigurisë në shkollë që sot e kemi rreth 270 oficerë të sigurisë, të kalojmë në 400 oficerë të sigurisë në shkolla. Përfshirë dhe arsimin profesional. Manasirliu ndal edhe të nevoja për forcimin e mekanizmave kundër fenomeneve negative dhe vuri theksin të rëndësia e fletores digjitale të komunikimit që informon prindërit në kohë reale për gjithçka ndodh me fëmijët në shkollë. Fletoria digjitale e komunikimit, ku përmes këtij komunikimi interaktiv, përmes SMIP-it, pra programit që ne tashmë jo vetëm bën të mundur informimin e prindërve për notat, për mungesat në shkollë, por jep informacion në kohë reale për sjelljet e fëmijëve. 85.000 janë komunikimet mes prindërve të nxënësve që janë informuar në kohë reale për gjatë këtyre muajve për dhënje informacioni nga më shumë se 8.000 mësues dhe më shumë se 400 punonjës social, psikolog dhe oficer sigurie në shkolla. Në fund, Ministri i Arsimit dhe Sportit u shpreh se teknologjia dhe inovacioni po bëhen pjesë e zgjidhjeve për rritjen e sigurisë në shkolla.